Touchdowns in the fall, home runs in the spring, winter basketball, I was living the dream. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Bona dhe ky është kanali im i YouTube-it. Ju uroj mirë se erdhët. U bë gati 2 javë që unë nuk kam postuar një video, por kjo e ka një arsye, sepse memoria e telefonit tim është full edhe nuk kam mundur për këtë arsye, por që shpresoj shumë që të mundem, derisa të blej një memory card edhe nga ajo të transferoj fotot, videot nga telefoni në kompjuter edhe të shpresojmë për këtë gjë. Por që sot është ditë e shtunë, koha është me shi, por që kjo gjë nuk do të na ndaloj ne që të xhirojmë një vlog që kam menduar ta xhiroj nga mëngjesi deri në darkë. Deri tani nuk është se kam filmuar shumë, por që do mundohem. Edhe të bëjmë një cozy vlog, kujdesi për veten në shtëpi, gatuajmë, bëjmë gjëra të bukura, domethënë gjëra që njerëzit bëjnë kur janë në shtëpi, sepse nuk kam ndërmend që të dal, pasi koha thash është shumë e zymt edhe nuk të jep motivim për asgjë. Gjithsesi, tani unë do t'i kishte të bëj disa gjëra që kam për të bërë rreth rrotull shtëpisë, dua që edhe të gatuaj diçka për drek, mbase do të bëj ndonjë gjellë me patatet me mish, edhe po këtë gjë kam menduar për të bërë për sot, kështu që le të ikin ta bëjmë bashkë, duke qenë se dhe fëmijët nuk janë këtu tani në këtë moment. Dhe pastaj do ju tregoj disa gjëra që kam marrë, që mora herën e fundit tek Bath & Body Works, nuk ju bëra dot një haul të shkurtër me ato gjërat e vogla që mora. Kështu që do ja bëj pak më vonë pasi të mbaroj së bëri drekën. Kështu që shihemi pak më vonë. Touchdowns in the fall, home runs in the spring, winter basketball, I was living the dream. Those Friday night lights shine down on our team as we go and fight Jesus' victory. We played for Jesus, we played for God, we would unite the town bragging rights. Dhe ja ku jemi sërish. Përpara se të fillojmë me haulin e shkurtër nga Bath & Body Works, doja që të tregoj gjithashtu edhe këtë blerjen time të fundit që është ky mikrofoni. E mora në Amazon, vjen me 2 mikrofona të vegjël, gjithashtu edhe me atë pjesën, domethënë që kur je jashtë të mbuloj çdo lloj zhurme që ka nga jashtë, qoftë edhe për erën apo edhe për çdo lloj gjëje, domethënë shpresoj që të bëj ndonjë ndryshim dhe besoj që bën ndryshim, sepse mund ta shikoj domethënë tek videot e mia, nuk e di nëse ju e keni parë videon e home tourit, por që ka bërë një ndryshim shumë të madh tek zëri, duke qenë se unë si person jam një person që nuk kam shumë volum, edhe kjo më ndihmon shumë. Kështu, tani, le të fillojmë me haulin e shkurtër nga Bath & Body Works. Unë më shumë shkova aty në fakt për të marrë këto sapunet e duarve, sepse i kanë shumë të mira, edhe kishte një ofertë që thoshte nëse merr 5 ishin për $27. Tani nuk është se është në një ofertë kushtet di sepse ato janë të vogla, nuk është se janë kushtet disa të mëdha, por që gjithsesi. Unë mora këtë. Kjo është quhet Mrs. Claus cocktail, edhe ka aromë shumë të mirë. Kjo ishte për $7. Jo, $7.95, $8 në fakt, se e bëjnë gjëja kështu sikur të duket sikur është $7, por që ka aromë shumë të mirë, edhe unë nuk e kam përdorur akoma sepse kam sapunin e vjetër, por që aromën domethënë mund ta ndjej, është shumë e mirë. Mora një
krem për trupin, për Alexin. Është ky këtu. Nuk e di, por këto nga Bath & Body Works kanë aromë shumë të mirë edhe mbajnë shumë gjatë. Aromë shumë të mirë, kështu që ju rekomandoj nëse shkoni tek Bath & Body Works, këto kremrat e trupit apo edhe shampo edhe sapunet për të larë duart i kanë shumë të mira. Edhe gjëja e fundi që mora pastaj është edhe ky kremi i duarve për veten time. Aromën e ka fantastike. Nuk e kam përdorur akoma sepse kam kremin tjetër, edhe shpresoj që të bëj një punë shumë të mirë. Aromën e ka shumë të mirë, por që shpresoj edhe të më ndihmoj sepse siç e thash edhe në videon e parë, unë kam një problem shumë të madh me duart, sepse më thahen shumë shpejt, edhe shpresoj që të më ndihmoj. Ako është këtu, ka këtë aromën kështu me lule shtryve. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Unë erdha këtu sepse duaj që të bëj make-upin. Nuk e di si sa do t'ja dal duke e bërë këtu përpara kamerës, por që do mundohem, pasi Aleksi nuk është në shtëpi edhe duaj që kur ai të vinë në shtëpi jemi gati dhe të dalim gjithë bashkë. Kështu që këtë gjë jam duke bërë tani ndërkohë që bëj make-upin edhe flasim me njëra tjetrën. Tani unë ju kam thënë që baza ime është gjithmonë ky kremi Nivea, sepse përveç se më kujton aromën e mamit, edhe është shumë i mirë dhe e hidraton shumë fytyrën. Jo vetëm për fytyrën, por është edhe për edhe për duar, mund ta përdorësh edhe për trupin. Është super i mirë dhe mua më pëlqen shumë. Kështu që po, këtë përdor për bazën, domethënë gjithmonë. Dhe pastaj përdor edhe këtë kremin nga Elf, që është një nga më të mirët. Nuk e di, por unë që në momentin që kam filluar që ta përdor, nuk e kam ndryshuar më, sepse me të vërtetë që i jep shumë shkëlqim fytyrës, edhe e bën shumë të butë, dhe është një bazë shumë e mirë për në momentin që ti vendos, domethënë pudrën ose çfarë do lloj kremi tjetër që mund të vendosësh pasi vendos këtë. Thjesht të mbaj në korën të lëmuar edhe shumë të butë. Kam shumë kohë që unë nuk përdor më një pudër tamam pudër. Ky është si pun kremi, do të thoja unë, por me ngjyrë. Me ngjyrën e lëkurës time. Nuk ka hap dot tani sepse më shkasin duart nga primary. Gjithsesi. Këtë do të vendos shumë pak, në fakt edhe tash unë e di që shumë vajza e përhapin kremin pudra për çdo lloj gjë tjetër, qoftë në furç, qoftë në atë sponxhin, edhe unë e kam sponxhin këtu, por që besoj mënyra që unë e përhap nëpërmjet duarave nuk e përhap asnjë lloj furçe, asnjë lloj sponxhi tjetër, kështu që gjithmonë përdor duart e mia. I laj përpara se të vendos make-upin sigurisht, edhe pastaj sigurohemi që të përhapin sa më mirë, sepse kur dalim në dritën e diellit pastaj do dukemi si nuk e di sa mirë kam hapur në fakt, sepse nuk mund të shikoj dot veten time tamam. Këtu po të thësi. Tani, zakonisht unë përdor këtë paletën këtu, edhe këtë ngjyrën këtu si për kafe, domethënë, sepse shkon edhe me ngjyrën e lëkurës time edhe me çdo lloj gjëje. Tani, për sa i përket penelit, ju kam thënë që kohët e fundit kam filluar që ta përdor shumë, edhe kam parë një metodë në Instagram të një vajze që sa shumë më shkasin duart tani se keni ide, domethënë as këtë nuk e hap dot. E hapa. Edhe kam parë një metodë, po thoja që ajo vajza thjesht e vendoste këtu dhe pastaj e lëvizte kokën. Dhe unë kam filluar që të përdor pak a shumë të njëjtën metodë, po që e bëj shumë pak edhe del diçka shumë e bukur. Shpresoj që t'ja arrit t'ja dal këtu përpara kamerës, sepse e dini që në momentin që do që të tregosh diçka, del komplet ndryshe, edhe shpresoj që të mos dali kështu tani. Kështu që po, këtë gjë do bëj tani. Jo, nuk do e bëj këtu përpara kamerës, sepse e di që do e bëj gabim dhe pastaj nuk dua që të fshihem edhe të fshihem 100 herë. Do të shkoj ta bëj te pasqyra dhe pastaj do ja tregoj rezultatin. Dhe shikoni rezultatin. Shikoni si sa bukur që ka dalë, shumë i thjeshtë.
edhe nuk kam vendosur rimelin akoma. Të pak në këtë syrin këtë, sepse mbi në drita edhe mundja ta realizoja ashtu siç doja, nuk e di se kam realizuar me këtë pjesën tjetër këtë. Por që po, shkoni sa lezetshëm që ka dalë. Për sa i përket laps të buzëve, unë përdor këtë nga, nuk e di se si shqiptohet kjo në fakt. Nuk e di se kam iden fare. Po që këtë përdor gjithmonë dhe pastaj përdor edhe pak një chapstick në mënyrë që t'jap pak shkëlqim. Edhe në këtë mënyrë duke sikur kemi një lip gloss thjesht me ngjyrë dhe del në mënyrë perfekte. Së fundi do të përdor pastaj edhe këtë rimelin që edhe këtë e kam marrë në Sephora. Edhe është i mirë, mund them, po që kam dëgjuar review shumë herë më të mira për rimelin e Saint Laurent. Nuk e di, besoj që mbasi do ta blej një ditë. Momenti që të mbaroj ky dhe të shikojmë rezultatin. Okej, ky është edhe rezultati përfundimtar. Një make-up shumë i thjesht, i lezetshëm, jo në një gjë kush e di domethënë, po thjesht një make-up në përditshmërinë tonë. Qoftë për qoftë për në punë, qoftë për të dalë në një fundjavë, edhe nuk e di për juve domethënë, por nëse unë do të kisha vetëm një produkt, nëse do të më jepte një zgjidhje domethënë që të më jepnin të përdorja vetëm një produkt në fytyrën time, ai do të ishte buzëkuq. Jo buzëkuq, po diçka domethënë me ngjyrë si puna e kësaj. Sepse mendoj që në momentin që unë përdor buzëkuqin, i ndryshon komplet pamjen e fytyrës time. Më thoni juve çfarë është ai produkt kozmetik që juve nuk dilni domethënë pa e vënë, nuk dilni jashtë pa e vënë në fytyrën tuaj. Për mua është gjithmonë buzëkuqi. Kështu, edhe flokët kanë dalë shumë lezetshëm, dije domethënë bëra një dush dhe thjesht përdor ato produktet e mia që ju kam treguar tashmë, në fakt duhet që ti lyej edhe i kam thënë asaj parukierës time që të shkoj sot edhe të marr një boj, sepse dua që t'i luaj vetë, pasi takimin e radhës e kam në datën 14 dhjetor, edhe nuk dua që t'i vazhdoj t'i lej kështu, sepse duken shumë keq. Tani nuk duken aq keq sepse janë lëshuar, por në momentin që i kap, sidomos kur i bëj to puz lart, duken komplet shumë keq edhe unë dukem shumë e vjetër në moshë. Kështu që do mundohem që të shkoj dhe ta marr atë bojën sot. Edhe gjithsesi, po, ky është make-upi për sot. Super i thjesht, kur të vija Aleksi do dalim jashtë dhe do t'i marr me vete sigurisht. Është drega jonë për sot, bëra mish pule, e skuqa kështu i hodha erza të ndryshme edhe doli super e shishme. Edhe pra dhe këtë pilapin kështu në formë si punë çajnie, i hodha vezë, ca mistra, duhet hidhja dhe bizele në fakt, por nuk kam, do t'i kri dhe mishin e pulës sipër edhe bëhet shumë i shishëm. Kite ka dyqani i grekut, sepse më duhet për të marrë ca ëmbëlsira dhe ca gjëra të tjera. We've danced on sandy shores beneath the blazing sky. Now the nights are longer, stars are shining high. Goodbye summer nights, full of laughter and light. Hello autumn evenings, wrapped in warmth so tight. Goodbye summer, with your sunny glow. Hello autumn, it's time to let you show. The leaves are turning, the winds begin to hum. Goodbye summer, hello. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Mendova që do e mbyllja vlogun vetëm me vlog një ditor, por që nuk munda dot, pasi e keni parasysh domethënë. Po që sot është dita e fundit përpara pushimeve të Thanksgiving, edhe do ikim shpejt sepse këtë do bëjmë. Për aty tek mëngjesi një cheese danish, që është kjo, është bërë edhe me raspberry, edhe gjithashtu mora dhe një orange juice, sepse të gjithë do më thënë dikush do sjelli bagels me cream cheese, një do sjelli bacon, një do sjelli vezë dhe gjëra kështu. Edhe do bëjmë një mëngjes të vogël aty tek shkolla. Shpresoj që t'ja tregoj kur të vem aty, nuk e di se do mundem, por që gjithsesi, kur vi në shtëpi do t'i bëj atë haulin e shkurtër me ushqimet që mora tek dyqani i grekut, edhe kështu. Unë tani sa po erdha nga puna dhe do t'i bëj një
haul të shkurtër me të gjitha gjërat që mora dje tek supermarketi i Grekut, sepse erdhëm shumë vonë dhe nuk arrita që t'jo tregoja. Por gjithsesi, mora këtë reçelin e fikut të egër që unë për këtë vdes. Kjo ishte $10. Është pak e shtrenjtë sepse është e vogël, mund të duket kështu si e madhe këtu, por është e vogël. Po që një herë në kaq unë e ble sepse më kujton kujtimet e fëmijërisë dhe gjitha gjërat e tjera. Disa nga këto unë i kam hapur sepse sigurisht nuk mund të druja dot, por mora këto cin që vinë në pako të mëdha edhe këto gjithashtu më kujtojnë fëmijërinë, janë shumë të mira, sidomos me portokall, një herë unë i kam shumë qejf. Mora këto moltot me qershi, unë doja ato 7 days, po që ata nuk i kishin aty, gjithsesi këtë mora. Mora këto gurabie që janë me bajame brenda dhe gjithashtu mora këtë miksin me baklava që do t'ja jap mësueses një për mësuesen e Alesës dhe një për të Angelos nesër për Thanksgiving. Diçka e vogël, një dhuratë e vogël domethënë. Po që po këto janë gjërat që mora edhe kështu. Ja ku jemi sërish. Isha duke edituar videon edhe jam tek puna akoma, kështu që nuk kisha bërë një mbyllje dhe thash pse jo ta bëj një mbyllje tani. Kam ngrënë kaq shumë gjëra sot që në mëngjes, që kur kam erdhur këtu se thash që do bënim atë breakfast edhe tani nuk kam dëshirë për të ngrënë asgjë, kështu që duke qenë se isha duke edituar videon, thash të bëj një mbyllje tani. Duke ju falenderuar të gjithëve për të gjithë mbështetjen që më jepni, për të gjitha like-et, komentet, share, të gjithë mbështetjen që më jepni gjithmonë dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju përqafoj dhe ju dërgoj një puthje nga larg.